Çmë se kalon super kalimi Bajramit, Bajrami! E çojnë vetë në rrjet për një super Nedim Bajrami, minuta 40 para se të rezultat. Arrin të realizoj në portën e jordanesve. Mendim në kundërshtarit. Absolutisht, por ishte Daku, mos njëri tjetri. Por që thamë pak më para, dinamika 1-1 dhe ndodh pikërisht kjo. Moment për shtellimi, lojtarët nuk dinë çfarë të bëjnë më dhe ndodhe një autogol i tillë. 7 gola me ekipin kombëtar Nedim Bajrami, të parin në qershorin e vitit 2023. Pra bënda pothuajse 2 vite pak muaj, 7 gola të realizuar. Moldavis, Faroeve, Çekis, Azerbajxhanit, Italis, më i rëndësishmi në kupë në kampionatin evropian, Ukrainës së fundmi këtu në Tiranë, në humbjen 1-2 dhe rikthehet pas pothuajse një viti që e gol. Ramadani Aslani, çfarë domi për Broja! Broja! Realizon Shqipëria! Armando Broja! Aksioni Aslani që këtë lloj vertikaliteti këtë loje praktikoi shumë shpesh në pjesën e parë e pavë ku serbisht dhe lëvizja e Brojës fantastike ndërmjet një mitit të pozicionit jashtë loje dhe me qetësi të jashtëzakonshme shënon një gol shumë të bukur. Goli 6 me kombëtaren shqiptare për Armando Brojën. Shire dhe një tjetër. Nuk ka rindo të ndalë portieri, ka ngritur dorën për pozicion as loje. Kujtojmë që nuk ka varë, kështu që goli vlen. Armando Broja. Me shumë klas. Me shumë klas, shumë qetësi, pa u nxituar. Zuri vendin e Dakut dhe Broja çon topin në rrjet. Nga Aslani, çfarë topi. Duke sigur vazhon me atë qetësinë e tij në fushën e lojës. Goli parë për këtë vit në 2024 shënonte përpara Europianit ndaj Liechtensteinit vetëm një gol. Hoxha ka lëvizur bukur Mitaj. Gjeti Hoxha! Wow, çfarë goli! Wow, çfarë goli! Arber Hoxha! Një bravo e madhe të gjithë të këmbë stadiumi për të përshëndetur të gol të mrekullueshëm të Arber Hoxhës. Golazo! Gran goli Hoxhës, goli parë me kombëtarët. Mbi kalim, pasim shumë i mirë i Kripçit, mbi kalim i Mitajt, Arber Hoxha që sulmohen kundërshtarin e shon një top të papritshëm për portierin kundërshtar. Bravo, bravo, bravo Hoxha. Arber Hoxha. Që Broja, tjetër kalim për të zonë, që tje Broja, Bajrami! Bajrami! Spektakël! Show! I ka të gjitha këndeshje në Erlbena Stadium. Broja, Bajrami! 4-1! Kjo mbrëmje më kishte munguar, Peço. Kjo mbrëmje më kishte munguar. Nuk ka rëndësi shpisore apo jo, por realisht kisha nevojë. Jo vetëm për gjithë publiku, për një argëtim të tillë sot. Për një argëtim të tillë, për entuziazëm, për aksione të bukura, për luftime 1-1 të fituara, pasime të bukura dhe tek e fundi fare, gola që kemi nevojë të gjithë shikojmë nga kjo kombëtare. Super, super. Broja që në këtë rol do e vëri në vështirësi Silvio në ndeshjet e tjera. Do mendohet gjatë se kë ose me kë do luaj çfarë goli.